4 persona janë arrestuar nga policia e Durrësit pasi dyshohen se kanë lidhje me krimin e 2 fish të regjistruar mëngjesin e së mërkurës në zonën e Manzës në Durrës. Të vrarë mbetën Aranit Kurti dhe Flori Paluçi, ndërsa Daniel Pepa është shpallur në kërkim. 4 personat kanë qenë në vendin e ngjarjes dhe në shoqërinë e Daniel Pepës, ka u larguar fillimisht dhe më pas kthyer sërish në vend ngjarje, por asnjëri prej tyre nuk ka njoftuar policinë për krimin. Të arrestuarit janë Ergi Kadiu, Erald Cani, Tauland Beqa dhe Emirian Beqa, të cilët akuzohen për moskallëzim të krimit. 4 të arrestuarit janë shokët e Daniel Pepës, 21 vjeçarit që aktualisht po kërkohet nga policia si autori dyshuar i vrasjes së Flori Paluçit. Në kërkim është shpallur edhe një 30 vjeçar me akuzën e armbajtjes pa leje, moskallëzim krimi, si dhe përkraje e autorit të krimit. Si ndodhi ngjarja? Sipas të dhënave nga grupi hetimor, Daniel Pepa së bashku me Aranit Kurtin kanë shkuar në lokal dhe Danieli i ka kërkuar kamarierit të lokalit që t'i bënte një kafe. Kamarieri është përgjigjur që ekspresi ishte i fikur dhe se nuk mund të bënte kafe. Më pas, Danieli i ka kërkuar që ta ndiste ekspresin, duke përdorur edhe fjalë fyese në drejtim të kamarierit. Aty ka ndërhyrë Flori Paluçi, i cili i ka thënë që ti nuk mund ta fyesh, pasi kamarieri është ulur në tavolinë me mua. Pas këtij momenti, ka nisur debatet verbale mes tyre dhe kanë degeneruar deri në përdorimin e armës së zjarrit. Sipas dinamikës paraprake, i pari që ka qelluar është Flori Paluçi, i cili ka vrarë Aranit Kurtin, e më pas Daniel Pepa ka qelluar duke lënë të vrarë Paluçin.